General, a e kom në Hog me vizitu krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës? Unë në Hog kam qenë edhe kur ka fillu procesin protest, kam qenë atje, edhe ju mundu të pakten mu solidarizu me ta, edhe me kallëzu që ushtria ligjore nuk duhet, edhe nuk e ka venin ato, si të pakten lidert e ushtrisë ligjore të Kosovës. Ata nuk janë kriminal, ata janë shkrimtarë. Ata nuk kanë shku me pushtu dikun tjetër, po kanë luftu në venin e vetë, me gjithë atë mund e sakrificë, e gjithë shka që u kone pa barabart, e sot ata mu përbol atje, është një diçka me keqe që ka mujtë me nëndohë njëve. A të kujtu në i bisedë që ke zhvillu me ish presidentin? Që guxon me ndohë me publikun? Thash këto pjesën e protestit kur kam qenë, unë kam qenë edhe me vizitue në Burg, e kam pas lejen mu taku me presidentin me vizitu, po e kam taku edhe Kadrin, edhe Recep Selimin, edhe Jakub Krasniqin. I kam taku të katërit, se deshti fati, ata kishin pas vizita tu, edhe kam fol me gjithë se cilën. Presidenti, në qatë ku, pakten kur kam qenë unë, e që interesona shpesh flas, edhe me ndritin që është djarin e tij. Ajo është shumë në atë kuptimin i relaksum, edhe me përfundimin e procesit, ai ka më qenë shpejt. E tash, a kryet në 2000, na kemi mendu që në fillimi i 2005, fundi 2004, 2024 ka me përfundu, po kjo është kaj hala ma gjatë, edhe beso, kur im shkun në atë ambjent, unë im një jashtëzakonisht keq. Në njeri që ka punu krejt jetën e vetë me ta, për këtë vend, për mi tritet e kota, me shku në atë vend ato që mas pak të e meritojmë djemë e ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe a im ka jap kurajo me fjallët e tina, edhe me sigurisht i din edhe ato akuzat, ato që i në botë pa baza, i ka në tavlinë para veti, qka vazhdimisht më ka siguru që në moment saktum si të kryet procesi, ne të gjithë jem në shpejt, në gjithë jem në Kosovë. Po fritet që një anatë vitit 2026? Tash mos të bëna në e farë përcaktuesi, në e farë juristi, po 2025, dhe më 26, fillimi, ata ka me përfundu. Po nuk jem të kënaqur me rrjedhat e procesit në gjykatës. Absolut, se po shohim një tendencë të vazhdueshme që vetëm mundohen diçka me nxjerr edhe pikur gjafit hiç për me akuzu dhe me deponu akuzë. Nuk jam në farë juristi, po ato që përsha, ato që për dëgjojna për ditë, se po ka dhe analizë ndryshme edhe njerëz që janë kompetent për këtë çështje, janë të dhonë vrejtje gjithë se cili që njeh islamin e drejtësisë, janë të dhonë vrejtje jashtëzakonisht mëdha, se janë bënë gjitha shkelet e mundshme në gjykatë të mirëfillt, e sidomos ajo ndërkombëtare që është.